Sot është dita botërore e ndërgjegjësimit për autizmin, që kur Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara caktoi 2 prillin si ditën botërore të ndërgjegjësimit për autizmin në 2007, OKB-ja ka punuar për të promovuar realizimin e plotë të drejtave të njeriut dhe lirive themelore për individet autik, duke siguruar pjesëmarrjen e tyre të barabartë në shoqëri. Rezoluta e vitit 2007 theksoi nevojën për të rritur ndërgjegjësimin e publikut për autizmin. Sot, më shumë se 17 vite më vonë, lëvizja globale është zgjeruar për të i vetdijes për të promovuar në mënyrë aktive pranimin, vlerësimin dhe përfshirjen, duke njohur kontributin që njerëzit autik i japin për komunitetin e tyre dhe botën në përgjithësi. Gjatë kësaj dite, promovohet kërkimi shkencor mbi këtë diagnozë, duke kundërshtuar diskriminimin dhe izolimin që përjetojnë ende shumë individ autik, si dhe familjet e tyre. Tema e aktiviteteve në këtë vit është përparimi i neurodiversitetit dhe objektivat e zhvillimit të qëndrueshëm të OKB-s, duke bërë bashkë ekspert global, politikbërës dhe zera autik. Diskutimet fokusohen dhe kujdesin shëndetësor gjithëpërfshirës, arsimin cilësor, aksesin në vendin e punës, reduktimin e pabarazive dhe projektimin e qyteteve dhe komuniteteve misore me autizmin.